Sipas të dhënave më të fundit të endit shtetëror të statistikave, inflacioni në prill të vitit 2026, krahasuar me marsin, arriti 1.3%, ndërsa indeksi i kostos së jetesës, krahasuar me prillin e vitit të kaluar, shënoi rritje prej 5.7%. Çmimet me pakicë në baza vjetore janë më të larta për 5%. Goditja më e fortë mujore është regjistruar në sektorin e transportit, ku çmimet janë rritur për 10.1%. Qeveria shpesh thekson se Maqedonia ka ndër çmimet më të ulta të karburantëve në rajon, por shifrat e prillit tregojnë se kjo nuk mjafton për të ulur presionin e përgjithshëm mbi çmimet. Inflacioni nuk matet vetëm në pompën e benzinës, ai ndihet në market, në biletën e autobusit, në faturat e shërbimeve dhe në zgjedhjet e përditshme mes asaj që familja dëshiron të blejë dhe asaj që realisht mund të përballojë. Në krahasim vjetor, barën më të madhe mbajnë sërish ushqimet dhe pijet jo alkoolike, të cilat, sipas raportimeve mediatike të bazuara në të dhënat statistikore, janë shtrenjtuar për 8%. Në 4 muajt e parë të vitit, inflacioni i përgjithshëm ka arritur në 4.2%, ndërsa ushqimet dhe pijet jo alkoolike janë më të shtrenjta për 6.1%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Pikërisht kjo është pjesa e inflacionit që qytetarët nuk mund të shtyjnë apo ta shmangin, sepse ushqimi nuk është luks, por baza e buxhetit familjar. Problemi qëndron në faktin se çmimet po rriten pikërisht aty ku njerëzit nuk kanë zgjedhje. Inflacioni i prillit riktheu një të vërtet të vjetër dhe të pakëndshme në qendër të debatit politik. Qytetarët nuk jetojnë me mesatare statistikore, por me fatura, arka marketesh, qese pazari dhe paga mujore. Kur kostoja e jetesës rritet më shpejt se sa ndjesia se situata është nën kontroll, statistikat pushojnë të jenë vetëm shifra dhe bëhen përvojë e përditshme.